Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka. Paqja dhe bekimit Muhamedit Zot qofmi krejt profetët, fulën e tyre, Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen, shokët, të gjithë ata që ndoqën dhe të ndjekin udhën e tij përsosur dhe bekuar deri në ditën e premtuar, ditën e gjykimit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën sunnatullah, tradita, sjellja e Allahut me njerëzit, pra në varësi të përgjigjes tyre negative apo pozitive, për kundrejt urdhave hyjnor, ose shkurt ligjet e Allahut që kanë bëjnë me lidhjen shkak pasojë. Tham që ky ligj, pra lidhja shkak pasojë, ka të bëjë me lidhjen mes shkakut ose kushtit deri ke rezultati ose përgjigja ose pasojave. Vazhdojmë po me këtë temë. Kur themi lidhja shkak pasojë, nuk do ta kuptojmë thjesht edhe thatë që është shkaku dhe patjetër që të ndodhi pasoja. Shkaku do të jetë i përmbushur me gjithë kushtet e veta që të ketë rezultat apo të ketë pasoja. Kjo është e para. E dyta është që shkaku nuk do të ketë pengesa. Morim një shembull. Ushqimi që të ketë dobi, pra të arrijë ngrënia, që të ketë dobi ke njeriu, e para punës ushqimi dhe pija do të jenë të pastërta, të mira për trupin. S'do të jenë helm. E dyta, pra kusht tjetër që të arrijë ngopja dhe vazhdimi i jetës ke njeriu, e dyta është domthonë që kushtet e sebepit, që të përmbushen kushtet që të jetë sebep, shkaku, në këtë rast është që të funksionojnë organet e trupit njeriut, që të arrijnë ta tresin dhe ta përthithin dhe ta shpërndajnë gjithë trupin, siç e ka krijuar Allahu, ai që njeriu të ketë dobi nga ushqimi dhe pija. Në këto janë kushtet që sebepi, shkaku, të japi rezultate. Është edhe diçka tjetër. Nuk do të ketë pengesa. Pengesa në këtë rast është mos funksionimi i organeve, ose një pengesë tjetër që mund të jetë. Ose morim një shembull tjetër. Vërtet Allahu e ka bë ujin bazë të jetës. Po nuk është e thonë që me të ra ujë duhet mbushen arat e buqërve me prodhime. Ka kushte tjera, do të plotësohen kushte tjera. Duhet hullet fara e mirë që i duhet bujkut, duhet pleros, duhet ajri, jo vetëm uji, duhet ajri, duhet shmang, që është kushti tjetër, çdo pengesë, siç janë smundjet e bimës, ose gjallësat që i dëmtojnë ato, ose diçka e ngjashme me këto. Pra që shkaku, sebepi të arrijë rezultat, të ketë pasojat, qoftë mira, qoftë këqija, duhet pasoj kushte dhe mos ketë pengesa që pengojnë këtë shkak me gjithë kushtet e veta, që të funksionojë, të shkojë ke ajo që duhet. Pra, kështu e ka bë ligjvënësi, Allahu krijuesi i gjithësisë, që shkaqet ose shkaku më vete do të plotësoj kushtet e veta dhe mos ketë pengesa që të vijë ajo që pritet, pra të vijë pasoja ose rezultati. Kalojmë një çështje tjetër, besoj kjo është e qartë. Kalojmë një çështje tjetër që shumë e rëndësishme, ka të bëjë me imanin, ka të bëjë me kadhan dhe kaderin, vendimin dhe përcaktimin e Allahut për ato që ndodhin. Nuk i lejohet askujt që të arrëzojë ose të mohojë shkaqet me pretendimin që unë besoj në përcaktimin e Allahut, paracaktimin e Allahut, vendimin e atij, dhe shkaqet nuk kanë të bëjnë me atë që ka caktuar i Madhi Zot, do të heqet dorë nga shfrytëzimi i shkaqeve. Kjo ku e çon? E çon që të heqet dorë nga shfrytëzimi i shkaqeve. Për shembull, thotë, unë jam i varfër, kështu e ka caktuar i Madhi Zot, meqenëse deri në këtë moment që jetoj i varfër.
Po ka caktu edhe, po ka caktu që unë do pasurohem, punova unë, s'punova unë, i shfryzova unë, si shfryzova shkaqet, kjo s'ka të bëj fare me atë që do vim mbrapa. Pra, me pretendimi që ne jemi të urdhëruar që të besojmë ke përcaktimi i Allahut, vullneti i Allahut. Më rregull. Besojmë ke paracaktimi i Allahut. Pse? Sepse Allahu një nga cilësitë e veta ka dituria. Dhe dituria si cilësi e Zotit dhe kreja cilësitë të tjera janë pa kufizuar as në kohën as në hapësirë, që do të thotë në rastin që po flasim, Allahu e din çka ka qenë, ç'a është dhe ç'a do jetë pas këtij kufizimi. Për çdo person me detaje, me të gjitha. Dhe me qenë se Allahu i di, domthonë që dituria e tij janë paracaktuar me gjitha gjanat që dënohen. Gjitha gjanat që dënohen. Dhe që dituria e tij është që ka vendosur ligje nga ligji hyjnor, që është ligji i lidhjes shkak pasojë. Mbrana përcaktimit Zotit dhe paracaktimit Zotit dhe vendimit Zotit është kjo lidhje. Dhe jo vetëm kaq. Po nuk i lejohet askujt që të lejë përpjekjet për këtë arsye. Pse? Sepse Allahu vet ka urdhëruar që masi e ka kriju botën kështu. Me këtë lidhje shkak pasojë ka urdhëruar që shfrytëzohen shkaqet. Esqironi thënie e profetit alayhis salatu wassalam, që është, domethënë ka shumë thënie, ka jetë Kur'anit, po që është më drejt për drejt, tregon Imam Aliu radhiyallahu anhu që ishim me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam në varrezat e Baki'as. Bakia është varreza pranë xhamisë profetit alayhis salatu wassalam, Kratmajt, kur drejtohesh ka Qapja. Dhe ishte i zhyt me nime, i dashmi i Allahut, i dërguari i Allahut, kishte marrë shkop, kishte ul kokën dhe po bonte ca visën tokë, siç e ka zakoni person që zhyt me nime. Dhe na tha, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë prej jush, dhe nuk ka asnjë nefs, pra asnjë rob gjallë që të mori frymë, vetë se ja ka shkruajt Allahu për mallnit vet venin e tij në xhenet apo në xhehenem. Dhe nuk ka asnjë nefs pra vete, vetë se ju ka shkruajt, pra është i përcaktuar këtë diturin e Allahut që do të jetë i lumtur apo i dëshpëruar. Pra i lumtur është banori i xhenetit, i dëshpëruar është banori i xhehenemit. Zoti na ruaj dhe na bëf rreth xhenetit. Me ta ngjuar fjalë një i burri pranishëm i tha: "O i dërguari i Allahut, a nuk rri me këtë shkrimin ton, domethënë atë që u ka shkruajtur për ne, dhe të heqim dorë nga puna, nga përpjekja?" Kështu e kuptoi. Dhe kështu e kuptojnë shumë njerëz. Sidomos kur duan me justifiku veten. Si ishte përgjigja profetit alayhis salatu wassalam, kush është nga njerëzit e lumturisë, do ecin të shkojnë ke veprat e njerëzve të lumturisë, për banorëve të xhenetit. Por do punojnë, do përpiqen. Dhe kush do jetë nga njerëzit e dëshpërimit, do ecin, pra do shkojnë ke veprat e banorëve të dëshpërimit, xhenemit. Çdo njeri ju ka mundësu ajo për cilën u ka kriju. Mundësi për Allahut zgjidh. Këtë rast pastaj thot profeti alayhis salatu wassalam, "I'malu", punoni, pra veproni, përpiquni, sepse çdo person ju është mundësu o të jetë nga banorët e lumturisë dhe do esin drejt aty në verbërrjedhja e jetës aty në është përpjekje për punët e njerëzve të lumturisë. Dhe ose nëse është banor i dëshpërimit, i kanë dënumit, nga njerëzit e dëshpërimit, atëherë ju ka mundësuar edhe këtyne që të esin vazhda e jetës tyne të jetë punë që i çojnë dëshpërim, dënim.
Fjala parë që ishte, ja amelu, punoni, veproni, nuk tha lejnë. Kjo është e qartë nga profeti alayhi salatu wassalam. Mos i thot edhe Imam an-Nawawiu, Zoti qoftë i kënaqur për ti, Zoti e mëshiroft, thot në këtë hadith, pra këtë thënie profetike, ka ndalesë për të braktisë punën, pra përpjekjet. Dhe ndalesë me mbështet dhe me flet ka ajo që u ka shkruajtur në përsaktimin ka derën e Zotit. Domthonë është e qartë. Nga ana tjetër, Allahu për mandhjet vet i ka urdhëruar njerëzit që të bëjnë lutje. Bëjnë lutje. Të kërkojnë falje. Dhe të gjitha dhe të shfrytëzojnë gjitha sebepet për të arrit ke rezultatet, ke përfundimet që kërkon njerëzit. Allahu përderisa ka urdhëruar me bo lutje për zgjidh hallet e kësaj gjënjoje, për të qenë banor i xhenetit. Lutja në vete është punë, është përpjekje, sebeb. Istighfari, kërkim falja. Çka ka njeriu për qëllim kur kërkon falje? Që të falet, ti pastrojnë gjinovet, ti falen gjinovet. Istighfari, kërkim falje është sebeb. Këto njerëz që thonë që jo po e braktisim në përpjekjes që janë shkruajtur me gjanat, atëherë pse bëjnë lutje? Edhe lutja sebeb është përpjekje është. Edhe kërkim falje është përpjekje. Pa shfrytëzimi i sebepit, i shkakut. Dhe këtu hyn gjithë, ora edhe kur të vim ke mbështetje ke Allahu që është pa fol fare është punë e zemrës. Edhe sebeb është. Për shkak kështu e ka ujdis Allahu këtë botë. Janë të lidhur me gjanat, kanë lidhjen shkak pasojë. Dhe Allahu është krijuesi i shkaqeve dhe krijuesi i gjithçkaje, krijuesi dhe i pasojave për rezultateve. Allahu përmendit vet kur ka përcaktuar ke i person këtë apo atë përfundim ose rezultat ose pasojë, ka përcaktuar për të njëjtin person edhe shkaqet që e çojnë këto përfundime. Pra janë të gjitha brenda përcaktimit të Allahut. Kështu që me qenë se edhe sebepet, shkaqet janë brenda përcaktimit të Zotit, dhe janë të lidhme me pasojat, atëherë janë pandashme, dhe duhen shfrytzu, dhe jemi aq më tepër që jemi të urdhëruar me i shfrytzu, me punu me ato. Kalojmë ke i çështje tjetër. Shkaqet dhe mbështetja ke Allahu. Ka njerëz që thonë po ti duhet me ai njerëzit e nalt ose ai që ka tërzuar dhe ka mbështet Allahut krejtësisht dhe kështu duhet thonë, nuk merret me shkaqet, nuk merret me sebepet, me shfrytëzimin e atyre. Aq sa kjo ka qenë përhapje ke njerëzit edhe në kohë xhahilisë. Niseshin për haxh para Islamit, ka pas njerëz që niseshin për haxh mes shkretëtirës, pas edhe pajisje me vet. Sepse i dorëzua Allahu. Kjo në Islam quhet ignorancë, lidhje me shariatin, me fenë e Zotit, me rregullat e Zotit. Pra me menimin që unë ju kam mbështet Allahut, me bindje që Allahu më mjafton mua për gjithçka, s'kam se pajisëm, s'kam se përgatitem. Fare për asnjë lloj, as për të mbrojtur, as për të vazhduar rrugën. E para punës, kjo lloj fjale, kjo lloj koncepti, menimi apo bindje, dhe të ngjashme me këto, që kush e ngjashme me këtë që s'kan bazë, ke ato që ka thoni dhe ka urdhëruar Mollë Zot, tregojnë për paditonin lidhje me atë që ka zbritur Allahu, pra sidomos me këtë temë që po bëjnë sunnetullah, sjellja, tradita e Allahut. Tërësia që ka të bëjë me tërësinë e lidhjes shkak pasojë.
Dhe tregon që ka ignorancë me urdhnat e tij. Ka shumë shembuj për të thonë këtu. Pra, i bjen që përderisa është ignorancë, padituni, lidhje me urdhnat e Zotit, i bie që me kundërshtu Allahun, sepse Allahu ka urdhëruar me i shfrytëzuar sebepet, shkaqet. Dhe një që kundërshton Allahun, dihet që i dal feja. Vetëm nëse po pa dashje se ka paditunia, po në moment që i sqarohet dhe prap kundërshton quhet i dal feja. Atëherë, dhe pikërisht për këtë sjellje që kishin kohë xhahilisë para Islamit, Allahu ka zbritur ajet Kurani, po lidhe me haxhin, morën për shembull haxhin, kryerjen e haxhit. Çfarë thotë i mollëzon ndër tjera? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dhe pajisuni, çfarë thotë? Pajisuni. Pajisu me mjet transporti, me ushqim, me pije nëse ka rreziqe rruga, me armë për të mbrojt, nëse në kohët moderne, bilet avioni, bilet autobusi, ç'a mund të jetë, me karburant një që të shkojë makinave, gjithë çajin ke pajisjet para përgatitjet për udhëtimit. Me vizë, pa vizë, si të jetë rasti. Gjithë hyn ke pajisja për udhëtim, për të kryer haxhin në rastin në shembullin që morëm. Hyn brenda këtij urdhër, është urdhër, është shumë e qartë. Wa tazawwadu, pajisuni. Me atë që duhet. Allahu nuk do thotë gjithë detajet. Ndryshojnë kohët, ndryshojnë llojet e pajisjeve. Allahu në Kur'an foli fjalë që i përgjigjet, i përshtatet të gjitha kohrave. Kaq pajisuni. Po thotë atë që është çfarë është më e lartë, më e rëndësishme. Se njeriu nuk do udhtojnë këtë vend, njeriu nuk e ka për detyrë me udhtu nga një qytet tjetrin ose vetëm nga vendlindja vet për të shkuar në Mekë. Njeriu fund fare ka për të udhtu nga kjo botë në botën tjetër për takimin me Zotin. Çfarë thot mas këtij urdhni? Për çështjet dynjore, në rastin konkret për udhtimin për haxh, pajisuni, fa inna khayra zadi taqwa. Se pajisja më e mirë është takuaja, pra droja ndaj Zotit për kushtimin rrugë Zotit. Pra ne gjithë bëjmë udhëtime për ditë, po çdo ditë që kalon, na afron kohën e destinacionit, e takimit final me Allahun. Domthon, kjo është pajisja që s'do të na ndahet kurrë. Pajisja në udhtimin tonë drejt takimit me Zotin, drejt ditës gjykimit. Kushtoj rëndësi pajisjes për udhtim këtë dynjë, sipërfaqe të tokës, po khayru zad, më e mira pajisjeve, do ana shpirtënore. Ana shpirtënore është droja ndaj Zotit. Çfarë do të kesh droja ndaj Zotit? Mund të jesh i përkushtuar rrugë Zotit. Ai që ka turp ndaj Zotit, ka frikë ndaj Zotit, zbaton urdhat dhe i shmangën ndalesave. Me një fjalë, përkushtohet rrugës Allahut, rregullat e tij. Domthonjë, qoftë kjo shpirtënorja, qoftë kjo që është çështje teknike për udhtimin, e pjesshëm, e përkohshëm, segmental, domthonjë nga i vend tjetër ose kohë të ndryshme, është shkak për të arritur këtë qëllim. Shkak që jemi të urdhëruar me kryet, me përmbush. Edhe kjo që është shpirtënore, pajisja për takimin përfundimtar me të madhin Zot, edhe kjo është shkak. Të jesh i përkushtuar rrugës Zotit është shkak për të qenë i dashur me Zotin, për të qenë banor i xhenetit. Për të dyja Allahu ka dhënë urdhër. Po kujt i ka dhënë përparësi? Drojes ndaj Zotit, për kushtimin, rrugë të Allahut. Të dyja hyn në pajisje. Domethënë, me fjalë shkurt, praktikja e sebepeve, shkaqeve për mos shfrytëzimin e tyre është ignorancë fetare dhe tek e fundit që është më e rëndë është kundërshtia ndaj urdhnit të Zotit, që ka urdhëruar, mos i ka sqaruar që për çdo qëllim që ke, ose domethënë janë fetare, po edhe teknike, i ka dhënë mundësi robit që për çdo arritje, rezultat, qëllim që ka, shofi çka kushte duan për mush që të shkoj ke ajo e synuara vet, qoftë mirë gjithmonë. Kështu e ka vuj madhe Zot.
Pra është ignorancë fetare, ignorancë përgjithësi, po me gjithë është gjunof. Pse është gjunof? Siç e tham, sepse e të kundërshtu urdhën e Zotit, i cili të urdhon të shfrytëzosh shkaqet pra sebepet. Kalojmë një pikë tjetër, kur e dim që ti mbështetesh Allahut, është deg nga degat e imanit. Jo, ai sa Allah e përmend shumë këtë gjë, dhe thot për shembull, wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tek Allahu mbështetuni nëse jeni besimtar. Domthon kusht me qenë besimtar, do të mbështetesh me zemër, me mendje, me zemër, ka Allahu, do e shpjegoj. Që do të thonë me u mbështet ke imamin e Zotit. Krijohet ideja që shumë njerëz që ai që i mbështetet Allahut, domethënë ti mbështetesh Allahut, do të thotë që mos të kesh marrëdhënie me shkaqet, me sebepet. Mos nëse arrin gradën që i mbështetesh Allahut, s'ke lidhje me këtë. Ashtu. Edhe kjo është keq kuptim. Është keq kuptim. Pse? E para punës. Të mbështeturit tek Allahut është sebep në vete. Nëse ti do me i eliminu, me i mohu kraj sebepet, atëherë hiq edhe këtë. Pse që e ka sepse është sebep, me ju mbështet Allahut. Çfarë është me ju mbështet Allahut? Me ju mbështet Allahut është garancia që ka robi, bindja që ka njeriu, qetësia preja shpirtërore që gjen njeriu. Kur i mbështetet Allahut, për kërkon ndihmën e Tij me bindjen që ai mjafton për gjithçka. Çfarë është kjo? Kjo është punë e zemrës. Çfarë është? Punë e zemrës, pra është punë. Dhe kur themi është punë, kur themi është punë, është sebeb. Mbaroj. Pra vetë mbështeturit tek Allahu, siç është lutja, vetë mbështeturit tek Allahu është punë, pra është sebeb. Vetë se nuk është punë me gjymtyr, me lëvizje trupore, po është punë e zemrës, është e mbrëmshme. Po më punë, përderisa punë, është shkak. Hyke sebepet, pra hyke ke shkaqet. Kjo është thelbi i çështjes. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, ka sqaruar këtë punë, ka thonë, nëse ju thot, do i mbështeteshit Allahut, ashtu siç e meriton ai ti mbështetesh, pra me bindje, siguri që Allahu të mjafton për gjithçka. I qetë shpirtnisht krejt, do me pas ajo ke mbështet Allahut, shife sa e ruan qetësinë nga fillimi një përpjekje për të arritur qëllim deri në fund. Dhe sa aktiv je. Të shpjegojmë edhe këtë. Pra në qoftë se ka dhe të mbështetur tek Allahu, po me një lloj pasigurie, me një lloj me një lloj dyshimi, me një lloj frike, me lëkundje shpresësh. Ai që sqaron më mirë, domethënë shive shpresat lëkundën gjatë rrugës, nëse lëkundën gjatë rrugës, nuk është kështu si thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, haqqa tawakkuli, ashtu se e meriton ai Allahu ti mbështetesh. Pra kush i mbështetet Allahut, ashtu siç e meriton për t'i japi hakun, atë meritën e vet, sa mbështetje, sa sigurie, garancia që ka Allahu, është si puna e shpendit që del nga foleja në mes, bark zgrop, pra bark bosh, dhe kthehet bark plot. Shumë besimtarë unë e kam gjuhë. E keq kuptojnë këtë thënie të profetit alayhis salatu wassalam. Dhe siç e kanë sqaruar dietarët, thonë po i përsëris. Zogu, nuk thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai që i mbështetet Allahut ashtu edhe jep hakun, jep vlerën e vet atë kësaj mbështetje, e ka reale, mbështetjen dhe garancinë që ndjen ke ndihma e Zotit për kraj atit. Është si puna zogut që rrin fole dhe s'lu fare. Jo s'ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, rrin gjithë ditën fole edhe i mbushet barku, jo. Se tek e funit edhe me ta prukë foleja, ke prap për të punuar me sebepet, të hapësh gojën, të e përcjell, të e përtypesh, të e përcjellësh. Edhe të e sebep. Ka thonë, del nga foleja, pra, është në kërkim, e kërkon, punon.
atje ka rrezik që zogu rrugës, ka gjatar, ka rrezik tjetër, ka për të lodhë me kërkua, ama përpiqet. Domethënë e ka frymzuar Allahu shpendin, gjallësat, gjithë secilin sipas llojit vet, dhe mënyrës vet jetesës dhe mbi jetesës që ta kërkojë pra shfrytëzoj sebepin. Nuk thot pra pejgamberi alayhis salam siç e kuptojnë sa që ai që i mbështet Allahut është si puna zogut që rrin në folesë s'lu fare dhe i vje ushqimi. Asa pas gojen ja. Del, pra e kërkon, punon, përpiqet, shfrytëzon, shkaqet dhe kthehet pak plot. Pa duan të dyja, edhe përpjekja edhe me mbështet ke imamit Zot. Pra, ai që është real, jo i shtirur ose që ka koncept gabum lidhje me mbështetjen tek Allahu, i shfrytëzon maksimalisht shkaqet, pa më bindjen e ka që nuk nol as i gjo, as dobi dhe nuk realizoj as gjo pos deshi Allahu pa nimën Allahut. Pa nimën Allahut. A thot bukuri djetari kohës, Zoti ja shpërbleft, thote që ta kontrollojmë me qenë se mbështetja tek Allahu është deg nga degët e imanit, pra që është besimtar, pasi mbështet Allahut, shumë e frikshme. Dhe nga ana tjetër, veprimi, shfrytëzimi i sebepeve, shkaqeve, mjeteve, mënyra për të arritur qëllimet, është urdhër shariatik. Po e mohove, bo kufër. Po e le pas batu, po pa e mohu, je gjunafjar gjithsesi. Duhen botë të dyja. Dhe përderisa duhen botë të dyja, prova ka njeriu rrugës, nuk o gjendje shpirtnore, mendore gjithmonë njësoj, mund të lëkundet, mund të cënohet, mund të kërcënohet besimi. Atëherë si ta kontrollojmë veten, ai ka përmbledh me i shprehje. Nëse do ta shohësh, ose ndryshe me thonë, ai që i mbështetet Allahut ashtu siç duhet, e ka zemrën të qetë, mprehje. Është i qetësuar ka Allah, nuk ka shqetësim, nuk i humb shpresat kurrë dhe jo vetëm që nuk i humb shpresat kurrë. Se zemra i qetë nuk i humb shpresat kurrë, jo vetëm kaq, pa as nuk i dobësohen shpresat. Se me humb shpresat fare i bën me dalë prej feje. As nuk i dobësohen shpresat, por shpresat rrin njësoj. Që domthon kanë garanci për të mollën sot, pra shpirtërisht është i qetë. Ama fizikisht është gjithmonë është aktiv, kulmin e aktivitetit. Me këto dy fjalë, me këto dy shenja, kontrollojmë veten sa jemi të mbështetur ka Allahu. Domthon ka mjeku, ka simptoma, ka shenja të smundjes, shfaqësitë, e smundjes, pastaj fillon bëhetimin, bë ato hulumtimin e vet për ta pa gjendjen e smurit. Bën analiza etj. Pra janë shenja, gjitha janë shenja treguese. Nuk ka gjë më të rëndësishme se sa marrëdhëniet me Zotin, dhe kjo marrëdhënie me Zotin është mbështetje ke Allahu. Allahu të thotë, Allahu bëhet xheloz, se po shfaq xhelozia Allahu ka vetëm ndëshkim. Thot ku mbështetet ti thot, ke krijesa ime që unë kam dorë, urdhnin e kemë mbështet ke mua. Si mohati urdhnin për shfrytëzu shkaqet, unë të kam urdhëruar në Kur'an që shfrytëzoj, ka urdhëruar profeti alayhis salam. Nuk është shaka, këto çështje nuk janë shaka. Nuk janë thjesht studimi i lidhur shkak pasojë, thjesht që ne ta kemi duhet patjetër që të arrisim qëllimet tona, jo. Është kuptosh në e thëmë ke parathënia e kësaj teme, një nga qëllimet e kësaj lande është që të kesh koncept të qartë për Islamin, për fenë e Allahut. Të kuptosh shumë rregullat. Këto janë esencë nëpërmjet cilave thellohesh dhe sqarohesh në të kuptuarit e fesë Allahut. Edhe me detaje pse me ligjet e kësaj feje, rregullat e kësaj feje. Ose shkon një besimtar dhe vjen nga vizet të largëta me deve, i thot pejgamberit alayhis salam, ky shembull është qartë fare. I thot, a ta lidh deven dhe ti mbështetem Allahut? Apo ta let lirë pa lidh deven? Edhe ti mbështetem Allahut. Jo, i thot pejgamberi alayhis salam, lidhet deven dhe mbështeti Allahut. Domthon lidhet deven mos tremet, mos hiki, bo sebepin, shfrytëzo shkakun, dhe puna zemrës, që edhe kjo sebep vete, mbështeti Allahut.
Jo, unë kam besim nga Allahu, e le makinën, hap me gjithë qërë që aty ke makina. Jo, si mas këshilës profeta a.s. Me dhe makinën, fute qërë në qërë, edhe boj do Allah, më shtetë Allah, vazhdo rrugë. Botate. Ose një thënie tjetër që sqaron këtë çështje, që domethënë nuk janë thjesht interesat e robit, domethënë këtë dynjë, se këtë dynjë do ikë ditë. Çështja shumë e madhe se ka çështja është marrëdhëniet me Zotin, çështja e besimit, çështja e zemrës. Thot profeti alayhis salam, besimtari i fortë, fjala i fortë nuk mos ta konceptojë të kufizuar me dikush që muskujt i fortë, ke karakteri, ke virtytet, pa edhe ke muskujt, nuk ka asnjë përcaktim këtu. Këtu e ka fjalën për këtë i pa përjashtu të tjerat jo. Besimtari i fortë është më i dashur, është më i mirë, hajrun, më i mirë, dhe ahab, më i dashur tek Allahu se sa besimtari i dobët. Por tek këto dy, se po janë besimtar, por tek këto dy ka hajër, këto dy ka mirësi, për faktin që janë besimtar, këto dy ka mirësi, po ama ai i forti është më i mirë dhe më i dashur ke Allahu. Besoj është që pastaj vazhdon profeti alayhis salam, ihras, ngulmo, që thot, ngulmo, përpjekje, përpjekje serioze, me energji, me vullnet, me qëndrueshmëri, ngulmo tek ajo që të ka dobi, pra ke veprat e dobishme, ngulmo, thot. Jo thjesht puno kur teket, jo, po ngulmo, fort, përqëndro, ke ajo që të ka dobi. Kush në sqaron që ka dobi, që s'ka dobi feja, me një robit dhe ka po për ditë. Wasta'in billahi, dhe kërko ndihmë nga Allahu. Wala ta'jaz, dhe mos u ep, mos u dorëzo, mos u zvetno, mos u plokshto, mos u pikëllo, mos u drobit, mos u ep, domethënë mos u dorëzo. Për të shohim, tu kemi 3 urdhra. Ngulmo, puno fort. Pra, që do me thonë, lidhe me temën, shfrytëzimi shkaqeve, shfrytëzimi forcës tate, aftësive tuaja profesionale, mendore, ai sa të ka dhënë Allahu nga larg pamësia, nga psikologjisja, nga te pamja, në bërë njerëzit janë me gradë, ai sa të ka dhënë, na ka dhënë. Pra ngulmo, shfrytëzoj energjitë, mundësitë që ke. Wasta'in billah, e dyta, urdhë i dytë, ke 3 urdhra këtu. Kjo punë zemre. E dyta është punë zemre, sebeb, po me zemër. Që do të shfrytëzu, kërkon mbrojtje, ndihmë nga Allahu, kërkon ndihmë nga Allahu. Dhe kemi një ndalesë, dhe mos u ep, mos u dorëzo. Kemi 2 urdhra, një për shfrytëzimin e sebebeve shkaqeve, e dyta me u mbështet Allahut, kërkon mbrojtje, ndihmë nga Allahu. Dhe e treta është haram, pra që të më haram, ndales, mos u dorëzo. Vazhdo. Përse ky hadith është i qartë. Ka edhe diçka tjetër dhe të rrezikshme që dua të sqaroj. Folëm, do të flasim prapë për shkaqet, shfrytëzimin atyre që janë urdhër hyjnor, urdhër shariatik. Me i shfrytëzu. Gjitha llojet e shkaqeve, thamë fizike, ekonomike, mendore, përvojat e punës, gjitha çka hyn, shpirtënore, forca e karakterit, gjitha hyn ke shkaqe. Situatën, gjitha janë shkaqe. Po kjo nuk do të bëjë që njeriu të humbi ekuilibrin. Çdo më me humbi ekuilibrin këtu, me ungulit aq fort ke shfrytëzimi i shkaqeve, duke harru që ai që i ka në dorë dhe që i bën të mundur rezultatet, pasojat e mira dhe të liga, është Allahu. Ai ka në dorë. Duhen të dyja paralelisht. Pra, siguria dhe garancia ke ndihmën e Zotit,
ty ke shfrytzuar që thamë shparë. Unë e themi, dhe kjo pikë rrezikon njeriu me bë besimtar, musliman, dhe po pa dashje, pa fjalë dyshimin, po mund bëj shirk, pra idhujtari, i shoqëron Allahu, pa e kuptuar. Është shumë e frikshme. Mos i vi habi fare. Ja, unë s'ka mos unë musliman them la ilaha illallah, prit. Betejë, kujtojmë betejën e Hunenit. Me kujtu betejën e Hunenit, është urdhër kuranor. O jau me Hunenin. Dhe kujtoni ditën e Hunenit. Çfarë po them shkurt çanolli? Që ishte kjo betejë, që mësimit më ka kjo betejë. Ushiru me ka hynë njerëzit në islam turma, i dhanë besën Allahut, i dhanë besën pejgamberit, alayhis salam, me burra, me gratë, gjithë, përveç një pakicë shumë të vogël e papërfillshme. Muajt Ramazanit, duke se me nga funi Ramazanit. Marrë Ramazani, nga një pjesë e muslimanëve të ri thanë, ikin Taif, pra vend bani malor, zonë malore, afër Mekës, që të shkojmë aty me ushtri, të ftojmë për Islam, posa shumë, bëjmë luftë. Profeti alayhis salam për momentin nuk desh. Shkon. Çanolli, ata kishin bë prit. Në luginën e Hunenit, në çdo kthin dhe çdo guf dhe vend maskum, ishin fshet gjithë banorët e këtij vendi, idhujtar, masi kishin marrë vesh që po vjen ushtria e madhe, dhe kur s'kishte qenë ushtria e muslimanëve, aq e madhe në numër. Aq e madhe në numër. Hyri ushtria me pejgamberin alayhis salatu wassalam, i sulmuan befasisht nga dy anët e ushtrisë. Në dhe që s'kishte novë kur, ikën me të katra. Elan pejgamberi alayhis salatu wassalam shiun e shigjeta, dhe pastaj u kthyen si i thirrri profeti alayhis salatu wassalam, Hazreti Abasi mande frenat e mushkës profeti alayhis salatu wassalam fort, që mos u tremta nga sulmi, nga turma që po ikte. Unë jam për ti fortë, se kishte zot fort Abasi radiallahu anhu, thoi unë jam Muhamedi ibn Abdullahit, kthehuni, s'po kthehesh ikën, s'kishte në kur. Unë jam i dërguar i Allahut, vazhdoshin. Unë jam ai që keni dhënë besën poshtë pemës, ku u ripërtrit beslidhja në Hudaybiyah, masi nuk i lanë me bë vizitën e Qabës, haxhin Qabe. Pastaj fillon të kthehen. Mësimi që kjo betejë ç'a është? Asheron Kurani, o yawma Hunenin, idh a'jabatkum kathratukum, kur ju mahniti juve, numri ju i shumët. Ç'a është kjo? U mbështetën ke sebebi, ke shkaku. Rrugës musliman të ri kishin pak ditë që kishin hyrë në Islam, normal, s'kishin njohur të thelluar në Islam. Dhe rrugës do po bisedoshin, dhe fajin kjo shkarje nuk ndodhi nga gjithë ushtria. Ishin sahabët vjetë, ishin muhaxhirët, ishin ansarët. Ky gabim ndodhi nga i pakisë e vogël, gabim shumë i madh. Sa përmend Kurani. Dhe nuk i boni dobi që i dashmi Allahut ishte aty, i garantuar për Allahut që të jetë fitimtar. Nuk i boni dobi as numri i madh. I tha njëri tjetrit rrugës, këto musliman të ri, ç'a do t'i bëj një pakicë i numri kaq të madh? Allahu në gjë. Allahu tin edhe pa fol, e din se çetu menu. Ku je mbështet ka Allahu apo ke forcat tuaja? Ke numri ushtarëve. O yawma Hunenit, dhe kujtoja ditë, është urdhër, kujtoja pa mësim ditën e Hunenit, kur ju mahniti ju, pa i pjesë edhe tyne, jo të gjithë, se fjala ju në fakt është numri shumë, se ishte edhe pejgamberi alayhis salam. Për këtë kategori njerëzish, për këtë gabim fakt. Ku ju çudit ju mahniti ju numri ju i shumë, ju pëlqeu kjo. Domthonë u mbështetët ke kjo. Dhe nuk ju boni dobi për asnjë gjë. Ato sulmuan nga dy anët befasisht, aty ishte numri shumë. Sebebi ishte. Po përse si ishte për mbush kushtet e sebebit, e shkakut.
Kushti tjetër që ishte, sebebi që ka të bëjë me punën e zemrës. Mbështetje ke Allah, qetësia shpirtërore, mos je i bind që s'po dobi asgjë, vetëm me urdhër Zotit dhe je i bind ke garanci që Allahu të mjafton për të arritur atë qëllimin e lartë. Ishte sebeb sipërfaqësor, i paplotësuar me gjithë kushtet e vet, ai që tham fillim. Ose shembull tjetër. Dhe këtë të dinë gjithë, është besoj e qartë, që asnjë nuk shkon luftë pa marrë marrë mbrojtëse, pa marrë armë. Nuk shkon asnjë me durë në xhep në luftë. Është shumë i ndjeshëm njeriu kur kërcënohet rreziku, nuk thotë që jam mbështet Allahut dhe do i përballë me armiku pa asnjë lloj arme, pa asnjë lloj mbrojtje, pa asnjë lloj gjë. Asnjë s'e thotë. Ama kur rreziku është jo shumë i ndjeshëm, jo shumë friksues, jo shumë prekës, jo shumë alarmues, atëherë fillon njeriu, fillon bën fantazina, Duhen të dyja paralel. Pra, edhe herë, aktivitet gjallëri, mi shfrytzu fizike, ose mendore, me shfrytzu shkaqet, ama zemra e qetë për shkak të bindjes dhe sigurisë që ka ke forca Allahut, ke ndihma Allahut. E mbyllim edhe me një sqarim tjetër të vogël. Sunnetullah, fjala sunnetullah, sjellja e Allahut, tradita e Allahut me njerëzit, në varësi të reagimit atyne për sa i përket kombëtesës hyjnore, urdhit dhe ndalesës, bindje dhe mosbindje, si lidhje që ndryshon gjendjet shoqërore të njerëzimit, të njerëzisë ose të individit. Kjo lidhje, ky kanon pra i lidhjes shkakut dhe të pasojës apo kushtit dhe të kushtzumes, këtu hyn të gjitha temat që do bëjmë. Vetëm se të i themi me emra të ndryshëm për të bërë më të lehtë, apo këtu hyn kjo përfshihen, kjo lidhja, ky kanon hyjnor, kjo lidhja shkak pasojë. Dhe e lutim Allahun si përfundim na mësoj atë që se din na shtoj ditonin, na jap dobi nga ditonia që na dhuron, na ruaj nga ditonia që nuk ka dobi, na ruaj nga ajo lloj zemre që zbindet për mallëtin e tij, nga nefsi, nga uni që zgobet, nga veprat për cilave nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu na uzof për ke e mira, na mundsof për punë të mira dhe ke punë të mira ato që kanë më shumë shpërblim dhe na afrojnë më shumë ke Mohullin Zot. Allahu na bashkof me njerëz të mirë për punë të mira në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa